Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë disa pyetje te ky libër i përgjigjeve i Tarot Bolt. Do të bëjmë pyetje të përgjithshme, bëhet në mënyrë private, por në këtë video do të bëjmë pyetje të përgjithshme. Nga pyetjet është: si do të jetë në vazhdimsi kjo lidhje dashurie e dy personave të dashuruar? Pra, si do të jetë në vazhdimsi kjo lidhje dashurie? Nuk po falire. Asnjëherë mos u dorëzo. Në këtë histori të bukur dashurie, libri i përgjigjeve thotë: asnjëherë mos u dorëzo nga kjo histori e bukur dashurie. Pyetja tjetër: do të kemi një bollok financiar në ditët në vazhdim? Do të kemi një ndryshim tek pjesa e bollokut financiar, tek pjesa e monedave? Non dimenticare di divertirti. Asnjëherë thot, nuk duhet ta harrosh që pjesa e bollokut nuk vjen vetëm me punë, por vjen thot dhe me pak pushim. Pra, duke alternuar pushimin dhe punën. Atëherë vjen dhe bolloku. Pra, duhet mendosh një herë për pjesën tënde, për qetësinë tënde, për paqen tënde shpirtërore, që të vite bolloku financiar, jo vetëm punë. Pyetja e tretë: si do të jetë pjesa e lajmeve? Pra, do të marrim lajme pozitive për një punë. Pra, do të marrim lajme pozitive për një punë të re që jemi në pritje. Asnjëherë mos dysho. Lajmi vjen së shpejti. Pra, asnjëherë mos dysho te ky lajm që do të vi, sepse vjen së shpejti në jetën tuaj. Do të marrim një pyetje tjetër për pjesën e një lajmi që pret në një proces gjyqësor. Do të marrim lajm pozitiv te ky proces gjyqësor që neve kemi kohë prej vitesh që po e presim. Do të marrim një lajm pozitiv. Mos u dorëzo. Asnjëherë thot mos i humb shpresat, sepse gjërat mira do të vinë. Pra, këto ishin disa pyetje të përgjithshme që u bën te ky libër i përgjigjeve i Tarot Bolt. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një zemër poshtë videos, një thank you, një like për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura. Faleminderit.